Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe begatit e Zotit qofshin mbi ju. Falënderojmë Allahun xhallal xhelalu i cili na mundson këtë ditë agjërimi, inshallah taala. Bismillah. Kjo është dora djathtë, kjo është e majta, ne pimë djathtën. Alhamdulillah, me kaq po e mbyllim për sot. Jo, a jeni mirë jërë gjithë. A keni këdhi mirë, Zotë i rujtë. Pra, hënë dhe ezani i sabahut, dhe ne tani jemi gati për të filluar pyetjet dhe përgjigjet që keni ju, vëllezër dhe motra. Zoti më të japë mundësinë të shohim pyetjet tuaja, e ecim, sepse çfarë ndodh këtu me pyetjet, ndonjëherë këto pyetjet ecin më shpejt ose përsëriten një të pyetje dhe nuk i kapim dot mirë. Po, inshallah po ndihmohemi edhe nëpërmjet kompjuterit të shohim gjanat. Si veprohet, si veprohet kur të del gjumi në minutën e fundit të sefyrit. Kur të del kur të del gjumi në minutën e fundit të sefyrit, bëj dua, s'ke që me bo. Allahu të retësoft. Thot, si mund të qetësohemi kur na vijnë mendimet këqija, duke mos i kushtuar rëndësi. A prishet agjërimi nëse hekim dhomët dhe nëse marrim injeksion? Nuk prishet agjërimi, inshallah taala. A bën ta shtym syfyrin edhe 20 minuta? Jo, nuk bën ta shtym syfyrin edhe 20 minuta. Kam 4 vjet që agjëroj dhe që fal namaz dhe bëj sadakan. Elhamdulillah, Zotit ndihmofte, Allahu të shpërblet. A duhet marr abdes pasi që ka pi cigare apo i njihet namazi? Pirja e cigares nuk e prish abdesin. Pra nuk ka pse me përsërit abdes pse piu cigaren. Pavarësisht se cili është gjykimi i cigares në Islam, por pirja e cigares nuk e prish abdesin. Selam nga Kuksi, nga Dortmundi. Sabra Agroni in Albania thot. Allahu të rrit. Sabra Dortmundi. Sa herë duhet jepet sadaka në Ramazan? Obligativja është në fund Ramazanit, quhet sadakaja e fitrit. Ndërsa përveç asaj të fundit, është e lirë. E prishëm thot 2 minuta mbasi kaluam, a prishet agjërimi, po e kaluam 2 minuta nga kohën e regjistruar në kalendar. Inshallah. Jo, inshallah. Nuk prishet. A shkupi, selam. I kishe folur thot përsëri moderatorës për dore. Allahu t'u zoft, thot njoni.
ose njona. Amin. Po, me folë për dorën se kuptoj çdo të thotë, gjuhën shqipe, po nejse. Si do qoftë një lutje për udhëzim është gjë pozitive, Zoti është përbleft. Selam nga Korça, Bremeni. Njëri thotë që s'ka mundësi me thonë sot e kanë në fund Ramazanit. A i quhet Ramazani? Po, i quhet. Hoxha ka gjunash që kjo që po e mban flijen profil. Se shumë për në shijon. Elhamdulillah, hajër, inshallah, hajër, nuk ka problem. Mendja është gjë e modë, ka thonë populli. Selam nga Vlora, aleikum selam. Fal namazin e cis 2 synete pak përpara dhe mas një ore fal teravita. Ka problem? S'ka problem, Allahu të rrit. Përshëndetje thot nga Zyriu, nga Gazibaba e Shkupit, aleikum selam ورحمة. Ashtu të garti. Në zonën e spitalës në Durrës të lagjere, që kanë ndëtuar së në orëshën të timi një xhamie, mund bëhet diçka për atë lagje, sepse mendoj se është e rëndësishme ndërtimi i xhamisë, a mund të bëni një kërkesë në KBSH? Po ju që doni xhami, ju duhet ta bëni kërkesën. Ju duhet ta bëni kërkesën. A bën me ndru ditën e dasmës pasi e kemi ndarë një herë? Bën, nuk ka asnjë lloj problemi me ndru ditën e dasmës. A preferohet falet ndonjë lloj namazi kur shohemi për sefyr? Jo, preferohet me hongër, me pije, me bë dua. Vitin e kaluar kam bërë një kurban për djalin, a bën që ta plotësoj edhe një tjetër këtë vit? Po, bën. Po njëri që s'ka mundësi që t'japi e pleqnia e është i vjetër në moshë, nuk ka problem. Përderisa s'ka mundësi t'japi, nuk ka problem. I japin atij tjerët. Selam thot nga Biefeld. Kur kem mbaruar agjërimin dhe gjithmonë fëmijët ta mërzisin dhe ne si prindër edhe i godasim ndonjëherë, prishet agjërimi? Nuk prishet agjërimi. Do me bo sabër, po s'pate sabër, edhe u arras në një zek. Inshallah nuk prishet agjërimi. Selam nga Slovenia thot, në udhëtim i shkurton dhe i bashkon namazet farz, si falen synetet, në udhëtim synetet është e pëlqyeshme që mos të falen. Në kuptimin synetet e namazeve. Përveç syneteve të sabahut, edhe namazi i vitrit. Selam nga Anglia, Suedia. Nëse dikush shan vazhdimisht dhe në dytë gojën, a prishet agjërimi? Agjërimi nuk prishet, po i bin vlerat. Selam nga Minas, heqja e mjekrës, a përbën problem? Mjekra është, lëshimi i mjekrës është obligim edhe detyrë. A mund të çojmë fitrat në xhami? Po, nëse ka organizim që i mbledh xhamia dhe i organizon xhamia. Selam nga Danimarka, aleikum selam ورحمة. Dua të ftoj thot për një iftar në Rahovec. Inshallah, po na u dha mundësia. Shohim. Konispoli, aleikum selam ورحمة. A mundemi thot të shkruajmë më në privat? Vallai, problemi është se ka shumë mesazhe në inbox edhe po ju shkruani se nuk humbni gjë, shkruani inshallah. Nga Suedia, aleikum selam, nga Anglia, aleikum selam.
Çfarë mendimi keni për xhamit që po shembin muret e xhamisë e po lëshojnë për lokale, si për shembull marketa dhe argjendari? Nuk e di çfarë po ndodh, nuk jam informuar, kështu që mos t'ja përgjigje kot. Unë jam punë dhe mbi edhe njëri iftarin ta haj 1 orë, mas i ka çel iftarja. Ka problem? Nuk ka problem, po t'inkoha në iftarit, pi diçka, pi ujë. Selam nga kulla e jetimit. Subhanallah. Allahu i rujtë e në roft. E Allahu i shërbleft. Mashallah jeni për Zotin. A gjithë qemali, Allahu i shëroft në takot me të në xhenet. Badeni, aleikum selam, Korça, Struga. A mund të falim namaz thot me dua sepse nuk e kam mësuar akoma surët, nuk ka problem inshallah. Vetëm falu. A na quhet hatmi e Kuranit kur lexojmë nga telefoni? Po inshallah. Çfarë ore falet sabahut? Ne e falim gjysmë ore mas kalendarit. Mirëmëngjes thot nga Italia, mirëmëngjes. Unë ngrita me të vjella, por unë dua ta mbaj agjërimin. Mund ta mbajsh, nuk ka problem. Kur falet namazit e ravis, mbas jacie deri mëngjes. O hoxha thot na kthe, mor përgjigje në herë. Inshallah, po na doli këtu vlla, do të mundohemi të kthejmë përgjigje. Selam. Vlora, aleikum selam. A hëngre sonde hurma, hëngra 2 paketa. Bostoni, aleikum selam, rahmatullah. Aleikum selam, rahmatullah. Selam thot nga Charlestoni, South Carolina, aleikum selam. Gëlltitja e bështymës thot a lejohet, apo më mirë ta nxjerrim, nuk ka problem. Stresit zero. Sa shpejt lëvizin komentet, subhanallah, nuk po i kap dot. Iftari ndonjëherë kur jam në punë bie ta më përgjigjen. Namazi xhumas me na u pranu, a duhet të jetë edhe prezent kryetari i komunës? Ja po duhet të jetë prezent edhe sekretari. Për çfarë lidhje ka ajo punë po saron situata. Nga jetojnë gurbet, kam ardhur verës me të pa, mirë se të vish. Ku e ke atë makinë që ke hyshe i për dia hoxh? E ka mori i Zoti. Kur do ta bësh në Leverkusen, inshallah taala. Nga Ziriu thot kam djalin në shërbim ushtarak për agjërimin, a mund të paguaj për të? Jo, e agjeron më vonë. Pra çunin Allahu rujt, por do ta agjeroj më vonë, inshallah taala. Kur të mbaroj, ta agjeroj. Të kam shkruar në privat thot, po tani nuk i kapim dot gjitha burrit ose edhe do të flejmë gjumë për shembull. A i fryn të njerëzve? Jo, kemi një hoxh tjetër këtu në xhamia që i fryn njerëzve. Duke qenë se unë punoj si informier. Ka për qëllim infermier, okay. Si infermier dhe mbje shpesh të lajt trupa të personave të fesë dhe besimit tjetër. Inshallah, Zoti shpërbleft, Allahu të shpërbleft. Selam nga Korça, selam nga Shkupi. Një shoqe ime ka pas bozh një plake, do lek, mirë po plaka ka vdek. Kërkon gjalli ka thonë, mos mi kthe. Vjen punon të unë dhe i zbresin, plaka ka vdek. Shmiu si pyetje. Plaka ka vdek dhe ka një motor. Plaka ka vdek dhe ka një motor gjallë. S'kalon kërkon. Mund të japi motor së kësaj plakës, mund të kthej borxhin motor së kësaj plakës. Selam nga Ohio, USA, aleikum selam. Nga Prizreni, Allah i rujt, Vlora. Kur hin koha e namazit, që falën sunet dhe farzët, tani më e mirë është me priti gjysmë ore nga kalendari. A prishtet e gjirimi kur bën analiza, jo. A mund të dërgosh linkun si të falem? Ja tani, po ta shkruaj direkt.
Po ta shkruaj direkt këtu. Të tjerët mund ta marrin këtu. Ta shkruaj. Okej. Kam marrë tek prindërit e mi për disa ditë dhe do nisem për umre bashkë me ju. A duhet ta fal namazin si udhëtare? Mund ta falësh si udhëtare, nuk ka problem. Çfarë na sugjeron më shumë të lutemi për Palestinën? Sa herë të jemi në sejdë? Sa herë të jemi në sejdë, sa herë të jemi në iftar dhe sa herë të jemi në syfyr? Nga Barileva, alaykum selam. O bo 2 thotë që kam shkruar DM, po nuk më e përgjigj. Po nuk e arrit dot, o robi Zotit. Do të më qenë 7 Ahmeda me i kap gjitha mesazhet. Vin 800 deri 1000 mesazhe në ditë. Shim ke këtu, bëhe pyetjen tani, ja si ta kapa këtu për shembull. E kishe marr përgjigje. Më duket thotë se ke nevojë për syze, nuk është problemi syze, por lëvizin shumë shpejt këto. Lëvizin shumë shpejt komentet. S'ka lidhje me syze, po unë nevojë për syze kam. Ja. Ja dhe syze, me që kërkove syze. Jam nga fshati Bardosh i Kosovës, alaykum selam wa rahmatullah. I falë sunet dhe farzet në shtëpi 5 vakte, a ka një problem? Nuk ka një problem, por se duhet që farzin ta falësh në xhami sa të kesh mundësi, edhe xhuman me fal në xhami sa të kesh mundësi. Si falet imsaku? Imsaku falet duke ngrit duart nga ushqimi dhe duke mbyll gojen nga ngrëna dhe e pira. Ku jetoj thot njihet e zani më herët se në takuim. Ti ec me takuimin. Po pse? A e ke pyet hoxhën? A je atje anku në institucionet? Pse në kjo punë? Kam problem me luk, thot, po më me vjell gjatë ditës, a e prish agjërimin? Ja. Përderisa nuk e bën ti me dëshirë dhe nuk e provokon ti, ja. Kam bërë gabim që kam ndalu djalin me fol me babain e tij se ai nuk do më ia ditë për fëmijën e tij. Dhe unë e kam ndalu fëmijës që të flasi me babain e vet sepse ai është i droguar. Vallahi nuk e di për Zotin. Nëse mendon se jati do ta bëj si vetja, siç thua ti në pyetje, është muhabet tjetër, po unë nuk do ta sugjeroj një gjë të tillë. Allahu i ruajt Zotin madh. Jam nga Zyrë, kam djalin shërbim mushtarak, e tham këtë më përpara, nga Bari, Hanoveri. Si e me se vapët thot asaj makinës. Mirë. E kishin përfol gjitha mediat. Inshallah s'po na përfolin për këto syze tani. Ta bëjnë lajm. Dhe shohim pyetjet prap. A lejohet me marrë pare borxh, por se dia janë pare të pastra? S'ke lidhje ti merr pare të borxh që ke nevojë ti, çdo ty janë pastra të pista. A bon me agjëru pas së fyr? Po, bon. Pranohet agjërimi dhe pas së fyr. Hanoveri, linkun e faljes, ja kam çuar dikujt këtu te komentet, merr janë ati. Selam nga Osna Bruki, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. A do të me ba lutjet në sunet apo vetëm farz? Jo, namazi falet njësoj, si sunetet e farzet. A bën me i fol dikujt për problemet e mia personale? Nëse mendon se mund të jap zgjidhje, nëse mendon se mund të jetë konsulent, po. Për ndryshe, jo. Vjena, aleikum selam.
A pranon falje të teravive nëse nuk di mas një sure? Fal me ai sa di. Ose falu këtë xhamia, s'ka problem. Ndonjëherë më shkojnë teravi deri në orën 3:30. Okej, s'ka problem. A duhet me ba njët agjerimi? Po u qove për syfyre ke bo njetin. Quarja jote, ngritja jote për syfyre ke bërë njetin. Në fshatin tonë gratë nuk shkojnë në xhami, a njihen teravit në shtëpi, njihen, nuk ka asnjë lloj problemi. Sa rekat ka teravia, fali siç falen ke xhamia. Nëse ke xhamia e falin 8+3, ose 10+3, ose 20+3, ose 36+3, sa të falen ke xhamia janë rregull. A do ta vish në ohër, inshallah taala. Kam bërë një pyetje, thot, po bëhe mërë pyetje këtu le qa ke bërë atje? O visi, bëhe pyetje këtu se iku treni. Selam nga Frankfurti, nëse banka tjep ca lek një herë në vit, a quhet kamat përfitues të blegëruar të lek? Po. Ato lek nuk bën, as me i fut në shtëpi për ushqim, as nuk bën me përfitu për tyre, po mund të japësh shumë xhamis dhe i tregon që janë lek interesash. Allahu ju rujt. Nga Ferizaj, mashallah, Ferizaj. Jemi kënaq në Ferizaj. Si qëndron në vërteta mbi syfyrin, sepse disa thonë pyetjet kështu, disa thonë peri bardh me perin e zi. Ec me kalendar dhe je okej. A lejo të ndërmarrim tani në Ramazan rrugë të gjatë, nëse e ketë nevojshme, po s'ka asnjë lloj problemi. A më shprish agjërimi se jam zënë me 2 djemtë e mi, njëri është 15 dhe tjetër është 19 vjeç, nga që nuk prekin asgjë me dorë, as gotën e ujit. Punë është me eduku, se ja su folja, po që zjedh, punë është me eduku. A në lejohet neve bektashive thot që ta gjërojmë, po si amore, duhet ta gjëroni, si gjithë muslimanët e tjerë. Duhet ta gjëroni, duhet faleni, duhet adhuroni Zotin një vetëm pa shok, duhet lexoni Kur'anin. Selam nga Kanadaja, aleikum selam wa rahmatullah. A lejo thot me hongër dardha për syfyr? Jo, nuk lejo sepse e kanë bishtin mrapa. Ne tani kemi kaluar kohën e syfyrit, kështu që nuk lejohet. Nga Livorno, aleikum selam wa rahmatullah. Kur do të na vish thotë xhamia e re e Librazhdit, inshallah taala, me shpresë Zotit. Me thon drejtën, Mishtinia dhe imami më kanë ftuar, po kam qenë i zonë. Sa herë që lutem vjen me qaj dhe më rënqethet trupi. Hajë, inshallah. Stresit zero, mirë është puna. Tani unë duhet bëhem gati të shohim sepse duhet me falë sabahun në xhami edhe unë. Po sot komentet i kim pas shumë të shpejta dhe kim pas shumë të vështirë me i kap gjitha komentet. Nga Alaska, o ju rëtë zoti më të Alaska, pire. A prishit të gjirim nëse merë kimoterapi? Jo. Nëse babaj bën zina, ne fëmijët si duhet veprojmë? Këshillojeni dhe bëni sabër, sprovë. Këshillojeni dhe bëni sabër.
ke nevojë për gjumë, thotë hoqë se të mbyllën sytë. Çaj gjumi thonë vëlla, do të shkojmë palim sabahun. Mirë vëllezër, Allahu ju rrit, ju du fort gjithëve. Vallai kisha dëshirë të lexoja të gjitha komentet, por duhet të çohem për sabah. Zoti ju rrit, Allahu ju rrit. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.